Ku të martohet një veç ka vedesot edhe bëhat shumë. Këtë më mirë. Kisha thënë çdo të riu minimum bashkëshortës në onën e sekretëve, si në kuzhinë, si në tana punta, janë shumë më mirë për çdo njeri. Cili një sekretë martoj më shpejt se keni më pjek më shpejt, keni më ditë vlerën familjes unë dhe si baba, si në onën e sekretëve. Bashkëshortët që të respekton prindë, ata respekton ty e krejt. Nëse bashkëshortët ja lart qoftë, kishton ose me mos me prind, çka kishë më. Ulla marë. Një prind tash e ka rrit fëmijën e vet, i mos shumë lart kanë prindë është gjëna. Nuk ka puna se nuk ka burra shtije, po më duket gratin vos tira. I pasasajlit. Po, a e të këtu? Po, këtu. Punoni? Po. Qa punoni? Me keramik. Shmejtë puna? Mirë, ka dorë zotë mi. Mirë. I martum? I pijum? Po. Qësa vite i martum? Se 6 vite gati. Se 6 vite, a? Po. Ki fëmi? Jo, hala. Inshallah sa ma shpejt. Amin, faleminderit. Në përmbun shtamen një qift. A në shumica e djemve, që asë të martohen tënë, kur të martohen, i binë pishman. Jo. A e kanë për shako kështu apo ti a i kira pishman që martohen? Jo, më tregu drejtë ku të martohet një veç ka vedesot edhe bëhat shumë ma ç'sh më tanë, ma pjekët më mirë. Sa kanë ndryshu martesat? Shumë ka ndryshu. Çka ka ndryshu për shembull ti si person? Si person martesa ka ndryshu tepër më tanë më tregu drejtën se fillimi është pak i zërshëm. Ka xhelozina, ka Janë është pak fillimi po normal dhe se ta mësosh njëri tjetrin. Se ka shumë në çifte, ka edhe vetë xhelozi dhe më thënë, ka xhelozi mes çifte. Shka më Se tanë? mos të gjenia femrore, Nashta po thamë dashnija molle? a dashnia moda? Po thotë që dashnia moda, Po, më merr mendje se po. që aty ku s'ka xhelozi, s'ka dhe dashni. E vërtet, shumë e vërtet. Aty ku s'ka xhelozi, s'ka dashni, shumë e vërtet është. A në vend, sa bashkëshortës ja dish vlerën. Shumë ja di vlerën. Do me thanë, ku ti në fillim mirësh me jetën, me tregu drejtën, nuk e këqysh fort adin, nuk do këtë shumë për dashni. O masanina është tjetër muhabet, krejt. Po s'ka po këtë ndryshe më duket. Krejt ndryshe, martesa e ndryshon njën edhe pjek njën shumë ma shpesh se që e merr mendja. E kam fillim, a ke qenë xheloz ti? Po, Po çka më shumë s'ke qenë xheloz? po çdo sen. Për çdo stan. Po valla. A e kam për atyre që çdo moment të kontrollu çka po ndodh, telefon. Absolut jo. Jo, po kështu normal, si çdo person që ka xhelozi, çdo i ri, po martesa e ndryshon njën komplet. Si nga pjekuria, si nga çdo sen. Po. Kështu ka punë të shtëpisë, kuzhina ndihmon grus në herë, Po, çaj ndihmon, krejt tana. ton ata, Po. edhe bukën përgatit. Tana. Po çdo që është në ujë e ndihmojmë, se jo. Po pëlqen, tamam burr që çdo të më qenë koha. Çfarë do? Disa thonë nëse ndihmojnë grove, prishet burrnia. I kisha thënë çdo të riu minimum bashkëshortës në onën e sekretëve, si në kuzhinë, si në tana punta, janë shumë më mirë për çdo njeri. Aty shihet domethënë pjekuria e familjes, respekti i familjes. A jeton me prind? Po, me prind. Sa të respektojnë bashkëshortja prind. Shumë i respekton, deri në moment fundit. A duhet me respektu, një bashkëshortë që të respekton prindë, ata respekton ty e krejt. Nëse bashkëshortja ja lart qoftë, kishton ose me mos me prind, çka kishë më. Ulla marë. Ulla marë. Qa ashtu, a? Po vallaj. Se kishë lënë prind. Absolut jo. E për ata fëmijë që po ndryshojnë ku po martohen, për ata djem, çfarë mendimi ke? Që po i lojnë prind për një grua. Vallaj tash s'po di as çfarë më Po, thënë. Secili ka ato problemet e veta, ato golet e veta, po nuk është e drejta ajo. Për mendimin tem nuk është e drejtë se një prind tash e ka rrit fëmijën e vet, i mos shumë lart kanë prindë është gjëna. Gjëna është. Sinqerisht po them është gjëna, kështu që më mirë është deri sa të ki fëmijë me këshir prindit tu. Apo ndikohen burrat prej grove? Për shokove të fundit po. Po vërtet tash çfarë shokove të fundit po ndikohen. Duket që s'ka burrat shtira, çka është puna? Nuk ka puna se nuk ka burra shtira, po më duket gratin vos tira. A mendoj që po i sillin gratë? Allah tash më të thënë çashtu se ndoshta s'po i sillin, po çka më tha, s'po di çfarë tha. Do në fund, një mesazh për gjithë ata burra, kudo që më na ndjekin. Po. Se për ata që akoma s'kan marrë ndihmë martu, çai kishë thënë? Ju kisha thënë sillni një sekret dhe martoj më shpejt se keni më pjek më shpejt, keni më ditë vlerën familjes unë dhe si baba, si në onën e sekretëve. Kjo është një mesazh. Dërëm. Përshëndes shumë, të uroj më të mira në jetë ty, shëndet, egzime. Faleminderit. Përshëndes ditë sa më të mirë të uroj. Faleminderit.